Restas Blasis, të paktën kështu prezantohet në rrjetet sociale, është një emër që nuk ka lidhje me mediat mainstream në Greqi. Ai prezantohet si një influencer social, por përmbajtja që sjell duket se fshehet diçka më shumë. Athina, përkatësisht aparatet e saj, duket se janë tronditur nga konsistenca e medias shqiptare, veçanërisht nga gazetari Marin Mema, për raportimet e tij mbi identitetin shqiptar, kryesisht ato të popullsisë çame, si edhe nga bomba e kësaj jave mbi të vërtetat gjenetike të Himarës. Për t'ju përgjigjur një teme që ka qenë popullore me ndjekje shumë të madhe dhe që ka sjellë tronditje në mediset Vorio e Periota, aparati Megal Ides ka hedhur një bombë tymuese. Blasis ka publikuar një video në rrjet ku tregon një shtëpi në një fshat të Korinthit dhe pretendon se kjo është shtëpia ku ka lindur diktatori i Shqipërisë Enver Hoxha, i cili sipas tij emrin e vërtetë kishte Aleksandër Mavromakis. Influenceri tregon edhe një pllak në një rrap aty pranë, si për të sugjeruar se ekziston një referencë historike, por tabela në fakt tregon vetëm se rrapi është monument natyror. Ironia e kësaj bombe tymuese janë reagimet të cilat nuk janë të pakta. Kryesisht janë komente nga grek, madje edhe nga banorë të zonës ku i referohet influenceri. E vërtet, thot njëri, aty kemi edhe varrin e të parëve të Donald Trumpit. Një tjetër thot se është e vërtet që Enveri ka qenë nga Korinthi pasi babai i tij tallej me kushërim dhe u thoshte se ti e vjerri i Hoxhës. Pronari i shtëpisë, që identifikohet me emrin Iro Papanikolou, thot se Aleksandri, të cilit i referohet influenceri si Enver Hoxha, ka qenë vllai i gjyshes së saj Katerina, ndërsa shtëpia ka qenë në pronësi të dajës së tyre Leonida. Ajo shtëpi është e jona tani, por ne ruajmë gjithmonë gëzimin e fëmirisë, shprehet ajo. Talli avion në komente, por her pas here ka edhe reagime që përpiqen të mbrojnë tezën e influencerit, të cilave më pas banorët të zonës u përgjigjen me sarkazëm. Megjithatë, gjithë kjo nuk duket si një tezë e hedhur rastësisht. Përkundrazi ngjan sikur kemi të bëjmë me një betejë digjitale që synon të kundërvihet ndërgjegjes shqiptare për të vërtetën e rrënjve, kryesisht për popullsinë e dëbuar me dhunë nga Greqia dhe për ato që Athina e quan Vorio e Pir. Në shikim të parë duket si një idiotësi nga ato që prodhohen shpesh nga mitoman ballkanik, të cilët nuk mungojnë, por kjo nuk ngjan me një fantazi biomitomane të zakonshme, që zakonisht janë argëtuese për shkak të hiperbolës së theksuar. E sforcuar deri në absurditet, kjo narrativ ngjan më shumë me një manovër tipike shërbimesh, ku hidhet një gur në një lumë të kontrolluar dhe më pas lihet që të turbullohet nga qindra të mençur pa u zbardhur kurrë. Nuk është as pak çudi që nga ky influencer apo nga të tjerë të ngjashëm, në ditët dhe javët që vijnë të shfaqen edhe xhevahire të tjera mbi grekët që qeverisin Shqipërinë. Metafora ka një objektiv të qartë, synon të kundërvihet historiografisë që Athina nuk e ndalon më dot, ku faktet po dalin përdit nga arkivat dhe tregojnë se Greqinë moderne e themeluan, e drejtuan dhe ndërtuan shqiptarët që jetonin në ato treva. Metafora me Enver Hoxhën duket e mirë menduar, pasi në të kaluarën janë bërë tentativa të ngjashme edhe me Gjergj Kastriotin, Skënderbeun, të quajtur Jorgo, por duket se e din mirë që me heroin kombëtar shqiptarët nuk pranojnë të luhet dhe ndoshta kundërpërgjigjet mund mos jenë shumë ortodokse, siç thon latinët.